Klevisi përsa i përket këtyre manipulimeve të procesi votimit dhe me shumë respekt për doktori Iliri, unë nuk jam dakord fare me këndvështrimin e tij. Tham që vetë doktori Iliri ka parë videot e tjera dhe ka konstatuar shkelje të rregullave gjatë procesit zgjedhor dhe kur ti Endre e pyet që do të vazhdosh ti çosh pastaj në prokurori e tjerë, Iliri thot jo, se mbaroi kjo mohabet. Spari për mandatin. Për mandatin, se ke përshkritje, për mandatin tënd. Në momentin që smerr mandatin. Jo, një minutë. Detyra jote si qytetar është të denoncosh në prokurori çdo krim që bën dikush apo jo. Ma bëni ju pyetjen që t'ju përgjigjem pyetjes tuaj. Unë ju përgjigjem pyetjes zotit Xhafa. Më bëri përshtypje sepse thatë që nuk do e vazhdoni. Pyeti për mandatin. Dhe mandatin, ndjeni time, patjetër do pyes me juristët. Do më thënë ju do e vazhdoni. Nga ana mandatit, hapat ligjor janë këto. Ai ka video ku ka parë njerëz që komisionerë të cilët... Jo. Videot, atëherë, t'ju e shpjegoj teknikisht, ndoshta nuk e dini. Kur numëroheshin votat për keqëritje, se e shpjegon doktor. Meqense se keni parë, video është një video e cila ndodhet mbi fletën e votimit kur hapen. Këtë video kam unë në administrim, pra nuk shifen këtu. As komisioner, as njerëz, as gjë. Shive vetëm dhe gishti, që tregon ku është vota. Po dihet cila tavolinë është ças, sallë numërimi. Por nuk shifen njerëz. Shivet vetëm kjo është kaq e shpallë. Ku secili mund të vëzhgojë, t'i numëroj vetë dhe t'i krahasoj me proces verbalin në fund. Dhe kjo, kur nuk hecim bashk, kërkohet ky saktësimi dhe kërkesën që neve bëm. Ne nuk e dim a ka këtu me të vërtet një çështje penale apo jo. Kjo pastaj do hetu nga organet përkatëse. Do më thënë vetëm këtë fakt ke. Po patjetër, neve këto themi, këto numra këtu, nuk janë këto numra këtu. Këta jemi gjithçuar neve. Ndoshta sishim kuptu se çfarë provash kemi. Klevisi thotë që ka edhe element tjerë komisioner duke hapur vota tjera. Po i pam qartësisht mediatikisht. Qoftë se procesi, për të vazhduar atë që thash fillim, qoftë se procesi ngelet deri te shpallja nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pastaj Partia Demokratike nuk e vazhdon më tej, kjo mua më duket krejtësisht e padrejtë. Partia Demokratike do e vazhdojë në çdo hap dhe çdo instancë, pa diskutim. E dyta. Çdo kancelarin ndërkombëtare. Kam përshtypjen po. E dyta, kam përshtypjen kur thatë që është midis autokracisë dhe diktaturës sistemi. Kam përshtypjen... Jo sistemi, shteti. Shteti. Kam përshtypjen që këtë të drejtë kemi të paktën unë dhe Fatosi dhe Zoti Brau. Në momentin që ju keni hyrë zgjedhje, keni menduar që ju do garoni dhe do fitoni, sepse do jetë një proces i drejtë apo jo. Jo detyrimisht. Dhe ajo që thatë jo, një minutë. Pra ju mendoni që bojkoti ishte rruga durë? Jo. Kemi bërë dhe atë. Në qoftë se, jo, po them personalisht për ju, sepse ju e thatë. Dhe kjo do thotë që si e marun, do shta e margabim, që në qoftë se ti mendon që unë në një sistem diktatorial, në një shtet diktatorial, gjithsesi futen në zgjedhje për të konkuruar, ti e pjesë një farse, apo jo? Sepse e di qartësisht që rezultati do jetë humbja jote. Në 2029, në qoftë se do kandidosh përsëri, atëherë mua më krijon në mënyrë të plot iden që ju jeni pjesë e farsës, sepse do më thuash dhe mua hajde voto, dhe unë do votoj për ty, se nuk votoj për tjerët. Pse thash këtë? Sepse sot ne jemi në një rreth vicioz, që themi, japim fakte, tjerë, por themi që ne provuam dhe u dogjëm duke bojkotuar zgjedhjet, dhe ne, si do që tjetë do të hymë zgjedhje. Pra, edhe në një sistem diktatorial, sa do duke i qëndë sigur që Edi Rama do i manipuloj, do i blej popull, do bëj namin, ne do hymë zgjedhje dhe do bëjmë thirrje që të gjithë dalin, votojnë dhe të votojnë për ne. Këtë nuk e kuptojnë. Po, ty ja shpjegojnë shumë kollaj, pastaj për qëndrive kryesisë, ja kur Klevisi që fatmirësisht këtu, unë po ja them nga ana ime njëherë. Me qenë se unë jam antar i kryesisë. Si mendoni juve që të qëndrosh për drejtën është e gabuar, qoftë edhe kur je tek pull 1 dhe i qëndrosh për drejtën aty? Absolutisht.
Keni ju një metodë tjetër? Të drejtët marrësh pjesë në zgjedhjet ti e qëndrosh kundër të keqes. Ose të Putinit? Do i qëndrosh kundër të keqes. Qëndresë është ajo? Mirë, hikim atëherë. Jo, qëndresë, hikim largojmë. Qëndresë që ti të shkosh dhe të bësh fasada që ka demokraci Unë ju dëgjova, po mirë pra, dhe ju dhatë mendimin tuaj, shumë mirë, ne respektoj mendimin tuaj, ne po japë mendimin tonë. Unë po japë mendimin të personal. Mendimin tim personal po japë. Pastaj juve, ju përqes, ju përqen, tu jemi në 29, këtu do jemi prapë, se diskutoni. Do në thoni prapë të votojme. E njoftoj 29. Do në thoni, unë i qëndroj fjallës, si ma thot. Do në thoni që të votojmë për ju, pa tjetër. Unë do ju them votoni për kë mendoni që është më e sakta për familjet tuaja. Dhe nëse mendoni që janë ata, sepse keni juve, ju shkon më mirë jeta, ju shkon më mirë familja, nuk po ikin njerëzit, po i shtohet pasuria, po i shtohet arsimi, po i shtohet shëtësia, shkoni dhe votoni. Ja ku jemi. Juve do ju avjedhin votën. Vetëm sa koma se dhash do të përgjigja. E di, po sa të vetëm një detaj të vogël, unë se ju ktheve Neritanit, mendoj unë padrejtësisht. Neritani është nga ata që në 96-ën, kur militonte në forcë politike, kishte një slogan partije që në besoj për mendimin tim subjektiv është slogani më i mirë në njëri në i fushatë, që thoshte, adheu fillon të shtëpia jote. Neritani me tjetër kuptim. është me background republikan. Atëre shko voto për ata. Ky ishte. Kjo është logjika. Mendova se mos... Bëu farse farsës. Mendova se mos... Bëu farse farsës. Ti voto. Mendova se mos të kesh kategorizohet. Ne kemi disa detyra, jo një detyrë, disa detyra, jo vetëm një detyrë, dhe të gjitha këto detyra duhen bërë maksimalisht. Kjo s'do të thotë që i bëre detyrimisht gjitha, apo detyrimisht të gjitha mirë. Por ama ti qëndrosh keqes përballë, unë them që është gjëja e parë që neve i mësojmë fëmijës që kur rritet. Që kur fillojmë merr vesh, ne themi qëndroj të keqes ne kemi qëndruar të keqes përballë. Dhe po themi kjo është e keqja, kjo është ka ndodhi, ja ku i ke videot, ja ku janë provat, kjo po ndodh, do shkojmë, do ta ndjekim ku. Të instancë, në atë instancë, do t'i bëjmë gjitha këto hapa, nga i pari tek i fundit. Në qoftë se nuk i arrin objektivat? Do e provojmë prapë. O zotri, a kemi... A është ky shtet këtu që ka qenë 45 vjet diktatura, po ka qenë shtet tjetër? Baballarë gjyshit tanë kanë qenë. Me veprime dhe mos veprime, bën të mundur që neve të lindshim, unë personalisht në atë periudhë kam lind, të lindshim në atë lloj sistemi, apo jo? Me veprime qëndruan disa njerëz. U burgosën, u vranë, u bushkatuan, u dobun etj. Qëndruan njerëz, humbën. Humbën ata njerëz. Qëndruan, ishin pak, qëndruan. Ama faqen e bardhë dhe rujtën deri në fund. Jemi shumë të qartë. Merrni domethënit si doni. Ky shtet ka rrëshqit ma përpara në diktaturë. Ne po ju themi po të bjek këmbana dhe po rrëshqet prapë në diktaturë. Këto neve mund bëjmë. Çfarë doni të qesim mitralozat ashtu? Nuk e bëjmë ne. Jo, po flas nuk po flas me ju. Si zoti Alibaj, po flas me njerëzit. Tani ne në këtë moment ku jemi, ne kemi një situatë ku neve po mbyllim procesin zgjedhor. Ne jemi një fazë ku procesi zgjedhor po mbaron, në mënyrë të vazhdueshme denoncimet po dalin, ajo që u diskutu dosja e zetë jeni të bindur do eci për para, po për pyetjet e tjera që pastaj kemi zotin Balliu këtu që mund të japi përgjegjësi që ndryme kërësia. Kam një pyetje për zotin Brau. Ju jeni antari Komisionit Ankesave